Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Ja ku po takohemi për të komentuar dhe për të sqaruar një situatë. Një video është bërë virale në TikTok që unë do kisha dashur që gjatë kohës kur unë flas të del në këndin tim të majt. Një video është bërë virale ku shkruan nga një TikTok Elizabeta, nëse nuk jam gabim, po më mungon o egli jem, që gjas me gjesti e pas ka thënë mbrëm në këtë koncertin me këngën Kumete. Tani futuni të gjithë në YouTube edhe dëgjoni këtë këngën. Kënga thot më mungon o ylli jem, nuk thot më mungon o egli jem. Mund të jetë përdorur ndonjë autotune, mund të jetë përdorur ndonjë program që mund ta ketë shndruar në egli, por nuk e tha më mungon o egli jem. Thjesht kënga është më mungon o ylli jem. Domethënë shqiptarët duan aq shumë të shohin bashkë eglin dhe gjestin, sa që po bëjnë gjithë shka që vetëm e vetëm këtyre t'ju bje në sy edhe të ndodh një gjë e bukur. Gjesti dhe egli, si që duket, kanë një marrëdhënie së bashku të shkëlqyeshme. Kanë një marrëdhënie së bashku të mrekullueshme. Ne nuk kemi akoma asnjë lloj informacioni në qoftë se ato të dy janë ndarë apo janë bashkë. Ne bazohemi në fjalët që ato i thonë miqtë të tyre të afërt dhe njerëzit e tyre të afërt. Dhe në këtë rast kemi arritur të kuptojmë që gjesti dhe egli vazhdojnë të jenë bashkë. Natën e mbrëmshme, te kjo pjesa që ju shikoni, Kumete o ylli jem është, jo më mungon o ylli jem, është e këngës Kumete. Shikoni, e keni në YouTube, e shkruani gjesti, Kumete, dhe me njëherë e keni në fillim në sekondat e para, mund tjetë 50-48 sekondçe, aty ku e thot këtë fjalën, nga që e kam studiuar me detaje, sepse doja ta ndëgjoj çka ka thënë. Kjo është e ndryshuar me program, nuk e ka thënë gjesti këtë fjalën brëm. Gjesti nuk ka pse të vuaj për eglin derisa eglin e ka, dhe ai është shumë i lumtur, është shumë në energji të bukur, është shumë pozitiv dhe po e shijon pafund këtë momentin. Doja t'ua sqaroj këtë pjesën se nuk ka të bën fare, domethënë është thjesht efekt TikToku, nga që ka ngritur peshë të gjithë shqiptarizmin sikur gjesti e ka thënë. Unë jam i lumtur që gjesti dhe egli ta dëgjojnë këtë gjë dhe për hatër të gjithë këtyre fansave, të bëjnë një video dhe ta sqarojnë edhe të japin një puthje të bukur njëri tjetrit, do të kënaqeshin pafund, sepse fansat duan t'i shohin bashkë dhe bëjnë çdo gjë për të parë bashkë eglin edhe gjestin.